Njerëza, din qa ko tre, që ta është u lajmëru zëvendës ministri për storjen e djeshit që nuk na u lajmëru, që këqërin i pomjet. Qëre dorën zamër i troshko ka asfalti, veç me konë që rrën. Administratori nuk je pas parë, hesh marrë me këfyrë me... Sikur se din rrugën, për shkakun mund më ime i shpejtësi, atëherë aksidenti janë i gashur. Do me thonë ka të bëj me rrugën Klin i Stog, e cila është në gjendje të mërshme, është shemb kompleta i segmenti aty. Gomni tash, para se me vazhdu, mos t'i shkon Delta Grupi qëto operimet e mija në teren kishin qenë të pamundura, rrjeti pompave, 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet është derivatet, do me thonë, aty jakona edhe kerët kur t'ja qeq. Po ashtu posta Izi, posta ma kredibilin Kosovë, super shërbim dhe i klientit, super shpejtësin dërgesa, Babuni tani, Babuni është kryesori, do me thonë, aplikacioni e merë një App Store, i keni kejtë restorantet e Kosovës, plus maksimum sa mënët me ju vënu ushqimi deri te dera shpis pe i momentit përësitjes është 30 minuta. Para më në që e posta Izi, apëshe, gjithë ka të shfaqet, që veç këqëre. Tash po e thirrim zotin Zef Marina, zëvendës ministër në Ministrinë e Infrastrukturës. Dje nuk është përgjigj, nuk e di pse, sigurisht, deri sa ka morë info, hajde, mu më thanë me thirr asistenti i tim kontaktoj, së që po e kontaktojmë tash. Përshëndetje, zoti Marina, si je? Përshëndetje. Kur planifikoni me intervenu aty edhe me sanu problemin? Po, që ajo është rruga Klin Krushev, bashkën Krushev. Bashkën Krushev dvogël, qashtë i bjen? Po, Krushev, ku ka pasë rëshqitje, dhe më thonë, është shkaktu një rëshqitje për shkak të reshurave. Të reshurave, mirë po, kjo është rrugë regionale, e cila është në kompetencë dhe në përgjithësinë e ministrisë. Po. Ndërsa, vitin e kaluar, komuna ka bën një intervenim aty, ka bën një ndërtim të një stazet kamësorve dhe të ndryshimit, pa u konsultuar me ministrinë fare, dhe mënyra se si kanë punu ka qenë jo profesionale, dhe për këtë arsye pas rreshjeve ka ardhur deri te dëmtimi i... Do me thonë, ti po thu që intervenimi i komunës aty e ka shkaktuar gjendje. Po, aty është arsyeja. Okej. Por ne kemi përgatit, do me thonë, tenderin, ne kemi përgatit, presim së shpejti me firmos kontratën, dhe që janë çështje procedurale, sepse do të me kalu përmes prokurimit, shpresoj shumë shpejt, kompania do të filloj rehabilitimin e saj. Sa shpejt, zoti zëvendës ministër? Po, më njerë, unë besoj, me qenë se është në pritje kontrata, kompania është për zgjedh, për shkak të afateve kohore, ligjore që duhet me prit ndonjë ankesë eventuale, momentin që të firmoset kontrata, ai do të fillon më njerë. Sa kohë ju merr, do me thonë, për i momentin që firmoset kontrata dhe kur saktësisht firmoset kontrata? Duhet të është një intervenim ma serioz. Po. Me ne i murim brojtës aty. Po, pa tjetër, duhet me siguru, e kjo në merë pak ko, po unë shpresoj që me maksimum 2-3 muaj do të me u krye e pjesë. Okej, të falenderoj shumë, zoti Marina. Lutëm, miru pafshim. Kalofsh sa ma mirë, tung. Të po interesosh shumë për... Gjithsesi, faleminderit shumë. Tung. Ishte ky Zef Marina na tha që komuna ka intervenu aty, normalisht tashti po thot që e ka shkaktu intervenimi i komunës, ajo pista e komësorve aty nuk është bo në bazë të parametrave duhur profesional me gjas, edhe ka ndiku në shembje, si do qovë për 2-3 muaj na tha që përfundohet aty, sigurisht na jena në qërshorë që tash korrigosht me 1 shtator shkojna, nëse me 1 shtator qërë tash dhe, edhe që kjo periudha e verës me kalu është e tepërt, për një men qatë gjendje për shkak se shkaktohen e dëgjut qytetarët aty, shkaktohen kolona jashtëzakonisht gjata, sidomos me ardhjen e mërgjimtarëve, si do të qovë na kena me nejt në rrjedha me storjen në fjalë, edhe kena me shku prap